Po, ndërkohë ka shumë pacientat të cilët përveç infeksioneve që i përmendet, që ankesa të shpeshta kanë sikur ndjesia e zallit ose e gurëve në sy. Këto a janë shqetësuese? Kjo është zakonisht është syri thot. Syri thot. Tash na që jetojmë në një vend kur tankon para një ekranit, para telefonit, vende të mbyllura, se kemi klimën që i lëshojmë domethënë, vetur kemi klimë domethënë, këtë janë faktorë që neve syri të jetë më i thot. Po tjetë syrion më i thotë, që se kemi pasë ndjesinë, se kur kemi atë ndjesinë se kemi diçka ose. Që përdorimi lotëve artificial është mirë, përdorni. Lotën artificial nuk ka efekte anësore dhe mund të përdorni Gjithë? Gjithë. Çdo ditë? Patjetër, çdo ditë mund ta përdorësh lotën artificial. Okej. Vetëm se kur shkohet në një laborator të mirët lotë artificial. Se ndonjëherë thotë valla ne shkojmë në laborator dhe morëm lotën artificial kur e shoh ajo është antibiotik ose kortikosteroide. Ajo është gabim i madh. Këto është farmacista duhet me. Kemi kësi raste. Në dhe valla u po përdori që sa vjetë përdori lotë artificial. Ama ti shof, kur e shof, nuk ka qenë lotë artificial. Nuk ka qenë lotë artificial. Po prapë gjitha këto, sa do që fillojnë si të leta, nëse nuk menagjohen dhe trajtohen, mund të na dërgojnë në komplikim. Tjetër që po, gjithmonë. Gjithmonë.